Përshëndetje, jeni me magazinën informative 21 drejt për drejt. Kreu i Kuvendit Kosovës, Dimal Basha, ka propozuar për nën kryetar të Kuvendit deputetin serb Nenad Rashić. Për Rashićin ka votuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe ata të LDK-s, derisa kanë abstenuar deputetët e PDK-s. 71 vota për, 9 kundër, 24 abstenime ka deklaruar Basha, duke konsideruar Kuvendin si të konstituuar. Sot me 71 vota për, kemi zgjedhur edhe nën kryetarin e fundit dhe rrjedhimisht kemi konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, i cili ka filluar me 15 prill të këtij viti, ku janë bërë gati pra 6 muaj. Mendoj që ka qenë një procedurë e rregullt, e mirë, gjithçka ka shku mirë dhe përpasoj unë jam këtu për t'i falendëruar gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës, të cilët kanë mundësuar votimin e nën kryetarit të 5 dhe tani e tutje Kuvendi mund të vazhdoj punën e vetë. Kështu që edhe njerë faleminderit deputetëve, faleminderit qytetarët të Republikës për këtë durimin, për gjithë këtë kohë dhe uroj shpresoj që ky kuvend të bëj punët që presin e që janë të shumta, e gjithashtu siç e dini tani rrjedhin edhe afatet për zgjedhjen e qeverisë. Kështu që me kaq po e përfundojmë, ju falenderoj edhe juve për durimin të dashur gazetar që keni kaluar kaq kohë të gjatë, kështu që po vazhdojmë me pyetje. PDK-ja ka drejt me ngrit dyshimet e veta, gjykata kushtetuese është për atë punë, mirë po, procedura ka qenë plotësisht në rregull, siç e dini, 9 kandidat janë propozuar dhe janë ezaruar, pra secili kandidat ju është dhënë mundësia me u votu nga 3 herë. Ka mbetur një kandidat i vetëm, derisa deputetët refuzuan për ta propozuar kandidatin e 10, atëherë me deomos unë duhet t'ja ofrojmë mundësinë e barabartë, e ju siç e dini, Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk e përcakton se cilës parti duhet t'i takoj deputeti serb. Vetëm e thotë që duhet të jetë nga komuniteti serb. Siç e dini, edhe nën kryetari 5 i takon komuniteti serb, përfaqëson komunitetin serb, edhe me mungesë të ose me refuzimin e propozimit, rrjedhimisht mund ka obligu me dalë te paragrafi 7 i neni 12 të rregulluarës, që është shorti, mirë po me qenë se ishte kandidati vetëm, nuk ishte nevojë për short, dhe pas hedhjes në votim, po besoj që është legjitimu me 71 vota për, por 71 deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës e shohin këtë proces si legjitim dhe të drejtë, dhe rrjedhimisht është një drejtë e fituar kushtetuese nga nën kryetari i 5, në këtë rast Nenad Rashić, të cilit i uroj suksese. Unë e vash njoftimin për dorëzimin e grupeve parlamentare, e dhash në mbrana seancës, edhe i kanë 7 ditë nga dita e sotme. Kështu që pres nga gjitha grupet parlamentare të dorëzojnë ata në zyrën në kabinetin tim, kurse sa i përket çështjeve tjera, unë mendoj që kemi tani një kuvend funksional dhe është rrjedhja afateve për zgjedhjen e qeverisë, që ju takon partive tjera tash të bëjnë diskutimet e më të tjera. Ne kemi një kuvend të konstituar tani më, unë uroj shpresoj që të kemi edhe një qeveri. Mirë po, kjo varet pej subjekteve politike dhe diskutimet që do t'i kenë. E mira e konstituimit është se tani rrjedhin afatet. Po me fjalë tjera nuk mund me bloku kush afatet, rrjedhimisht e kemi 2 afat për kandidatin e parë, edhe për këtë mandatar duhet ju drejtoni subjekteve politike dhe unë po besoj që i takon subjektit të parë, edhe kjo është tani më e definuar, mirë po për gjitha pyetjet ju duhet i drejtoni te subjekti parë, edhe uroj shpresoj që subjektet politike gjejnë bashkëpunimin, mirë kuptimin për të formuar qeverinë e radhës për cilën qytetarët kanë pritur kaq gjatë. Lista sërbska ka mbajtur një konferencë për media në Kuvendin e Kosovës pas zgjedhjes Nenad Rashić, nën kryetari i Kuvendit nga komuniteti serb. Deputeti Igor Simić tha se për ta nuk është konstituar Kuvendi i Kosovës dhe u ankua për mungesë të drejtësisë. Sot nuk është përfunduar konstituimi i seancës së Kuvendit dhe mos lejoni të ju gënjejnë, tha ai. Pas konstituimit të Kuvendit Kosovës, nën kryetari i zgjedhur Nenad Rashić tha se shpreson që ky do të jetë fillim i ri për formimin e institucioneve. Zgjedhja e tij erdhi pasi 9 deputet nga lista serbe dështuan të marrin votat e nevojshme për pozitën e nën kryetarit. Nenad Rashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë ka folur para mediave pas zgjedhjes së tij si nën kryetar nga komuniteti serb.
Jam falënderues të gjithëve atyre deputetëve, kolegëve që kanë votuar për mua, sepse kanë treguar një seriozitet, një përkushtim institucional dhe une me të vërtetë të çmoj një akt i tillë dhe shpresoj që kjo do të jetë fillim të ndërtimit të misioneve të reja, të cilat gjithçysh po na nevojitet sa më shpejt. Deputeti PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se partia e tij ka mbajtur qëndrimet e njëjta qysh prej fillimit sa i përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Ai e ka quajtur konstituimin konstatim të kryeparlamentarit, për cilin ka shtuar se nuk e di nëse do të jetë valid apo jo. Krasniqi tha se PDK-ja nuk do të votonte për asnjërin prej kandidatëve serb për nënkryetar. Partia vetëm që ka mbajtur konsistent qëndrimet e saj, edhe sot ashtu sikur para gjykimit ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionojë tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re dhe duke ditë që asnjë raport nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Ne jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale, e rëndësishme është që të kemi fokus që ky proces të shkojë mbar, që të kemi një proces zgjedhor shembull, siç e kemi pasur edhe të kaluarat, dhe që verdiktin e qytetarëve edhe në nivel lokal ta kemi të plotë dhe të respektuar nga të gjithë. 3 pyetje na shtajmojmë mend gjitha. Është çështja e vendimeve partive parlamentare, në këtë rast grupeve parlamentare, se si vendosin dhe pse vendosin dhe cilat janë arsyet. Unë besoj që ata vetë do t'i japin shpjegimet e tyre. Sa na përket neve si PDK, edhe para gjykimit dhe tash që është konfirmuar qëndrimi që e kemi thonë s'di so herë në këto konferenca, e kemi mbajtur qëndrimin e njëjtë. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat as shërt. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit munduaj që ma shumë të konsultoj me ata që japin instruksione se sa që ta bëjnë një farë interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. Megjithatë, sot aty është një konstatim që është bërë një konstituim, që është zgjedhur edhe nënkryetari nga komuniteti serb, kolegu ynë zoti Rashić, por si do të shkojë tutje, mbetet shihet. Tashmë fatkeqësisht kemi pas disa lanë në gjykatën kushtetuese, unë shpresoj që nuk do të ketë më, e që të ecim me një dakordim përpara për me shku në zgjedhje të parakohshme, sepse ky kuvend, kjo legislaturë po shihet se s'është në gjendje me kriju shumicë parlamentare. Urdhna. Unë tash do ta mbledh grupin parlamentar, por besoj se po, sa na përket neve, konstatimi i kryetarit është aktualisht valid, shohim e bëjmë nëse ka një ndryshim nga ana e tyre. Fokusi im është tek fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet lokale, për çka jam edhe inkurajuar dhe optimist nga puna e madhe që është bërë në terren gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos në fushatës zyrtare. E shoh dhe e ndjej një mbështetje të madhe të qytetarëve. Ne kemi fituar dhe para 4 vitesh numrin më të madh të komunave si dhe të asamblezëve, besoj që do ta arrisim këtë herë. Ndërsa për sa i përket mundësisë për ta bërë qeverinë e partive të ish opozitës, do të shohim kur t'i vijë radha, nëse i vije, por mendoj që më e rëndësishme se kaq është të shkojmë drejt një procesi të ri zgjedhor, që të ketë zgjedhje parlamentare të parakohshme, në mënyrë që vërtet ai proces pastaj ta nxjerrë një legislaturë tjetër e cila do të jetë pak më e përgjithshme spaku se sa kjo që jemi sot. Unë besoj që s'ka me jetë njëri në Kosovë spaku në drenas pa e dëgjuar atë incizim, i cili ka qenë shokus, besoj për të gjithë. Mendoj që përkundër deklarimeve të palëve të ndryshme, juve që e keni nxjerrë dhe të përfolurve që janë mundu me arsytu, i takon gjithsesi organeve të rendit që të merren dhe ta hetojnë këtë situatë në mënyrë urgjente, sepse vërtet ka qenë shumë problematike me dëgju
ato fjalë që janë dëgju për prona publike të cilat janë të qytetarëve të komunës së Drenasit. E para punës unë në nadin e një shumë mëti, para Albin Kurtit besoj dhe kam punu me ta, kemi qenë kolegë në qeveri, kemi qenë kolegë në kuvend, kam mirë kuptim për pozicionet e tina, her ka qenë i panvarun, her ka qenë me listën sërbe, her ka qenë pastaj prapë i panvarun, dhe unë eruj respektin personal, por për dallim për Albin Kurtit, unë nuk i ndoj sërb në sërb të mirë dhe në sërb të këqi. Kjo është problem i cili besoj nuk i takon partive politike, ashtë ma pak leadershipit shqiptar, me i kalzu kush janë të mirë të kush janë të këqit, kjo është diçka që i takon të kaluarës. Qëndrimi ju në ka qenë i qartë, ne kemi vendosë për të gjithë njëjtë, sepse për ndryshe i bie pikrisht me ronë groskën Albin Kurtit që i ndonë sërbët si pas lojaliteteve ndaj tij. So ma shpejt, me njëherë mas zgjedhjeve lokale, me qenë se afatët s'lejojnë me mojtë me të nëntin, prej këtu ku jemi sot, me 16-in, me 23-in, me 30-in tur, me 70 tur, me 14 tur, so ma shpejt, se kanë bloku vendin me këtë mentalitet, bloku lëvizjave të venduse, vetëm për faktin që kanë pak ma shumë deputet. Çështja e iniciativës do të mbaret nga hapat që do të pasojnë. Ta nëzohëm nëse Zoti Kurti e merë mandatin tash nga presidentja, pa dyshim se s'do t'jeti aftë për me kriju qeverinë e retë, shohim sa shpejt dorëzohet. A e merë mandatin nesër, apo e shfrytëzon 20 ditë që i ka afat. Momentin që e merë, shohim a dorëzohet nesër, mëna apo e shfrytëzon 15 ditë. Tash është paka shumë nëse fillon kjo pjesa e afateve kushtetuese, 20 plus 15 ditë, ju takojnë atyre, tjerat na takojnë neve. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e shpalli të konstituuar, në fakt tha se LDK-ja e ka parë si të parësyeshme një vonesë kaq të gjatë për një pozitë të parëndësishme, siç është ajo e nënkryetarit të 5 të Kuvendit të Kosovës. Abdigjiku tha se LDK-ja e ka kuptuar se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese se deputeti serb Nenad Rashić i është dhënë e drejta për t'u zgjedhur nënkryetar. Qenë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ka lënë hapësirë për votime edhe të grupeve ose individëve tjerë jashtë një partije të tillë, po me qenë se kështu ka qenë mendimi, ne kemi konsideruar se për një pozitë tërësisht parëndësishme, parlamentare siç është pozita e nënkryetarit të 5 Kuvendit të Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës do të bllokohen më, futemi në afate kushtetuese, tani janë rregullat e qarta kushtetuese ose kemi qeveri ose do të shkojmë në zgjedhje të reja. Vendosë pas ju preferojnë juve për koalicion ende. Ja, qëndrimi jonë është i qartë në këtë drejtim, ju lutem tani jemi gati për zgjedhjet e ardhshme lokale këtë diel, dhe po përgatitemi për 9 orë të dielin do të kemi festë të madhe më pas komunikojmë në gjëra dhe rrjedha të përditshme. Ju faleminderit shumë gjithë. Është Rashić më i mirë se kandidatët e tjerë. Nuk janë të rëndësishëm, tërësisht pa rëndësishëm, që është i rëndësishëm që ka shumicë, që është bërë një pozicion përmbyllës institucionit Republikës Kosovës. Është budallaki, kam thonë është çmenduri e madhe që Republika e Kosovës më blloku për një pozitë kaq të rëndësishme. Kur erdhëm në këtë pikë të rënjes kaq të rëndë intelektuale, institucionale e republikane. Prandaj lutem, për një pozitë kaq të rëndësishme, me u vanu na veç një ditë nuk është dashur, jo 35 ditë. Jemi në afate kushtetuese, ecim tu dhe brenda afateve kushtetuese. Partia e parë ka thonë gjithmonë tash është 7 muaj që i ka numrat, vetë shohim me ka numrat. Sipas jush, a i ka numrat? Ata ka thonë i kemi numrat. Po sipas jush. Nuk di, matematika është e qartë. Natyrisht jo. LDK-ja është unike, është e fortë, është e qartë, është vinë vetë dhe është konsistente dhe është zotëtuese ndaj elektoratit vetë. Dhe dielën presën vetëm fitore për zgjedhje lokale. A presin që në rast se nuk i ka vetë vendosje numrat bëhet ndonjë opsion ish opozitës? Me siguri do shkojmë drejt zgjedhjeve të reja me konstelacionin e tanishëm parlamentar, por na jep një kohë të shohim gjitha rrethonat me kohë. Ka afate kushtetuese të ndjekim ato vim deri në ditën përfundimtare. E rëndësishme është që për Republikën e Kosovës kemi kuvend konstituar sipas konstatimit të kryetarit të kuvendit e ecim tutje. Pasi kryetari i kuvendit Dimal Basha e shpalli të konstituar kuvendin, pati një sër reagimesh nga partitë në ish opozit, cilat nuk e konsideruan atë të tillë. Për të diskutuar më shumë rreth zhvillimeve të sotme në kuvend, ne do të bisedojmë me Violeta Haxhollin nga KDI. Përshëndetje, zonja Haxholli. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pra, kuvendi është shpallur i konstituar, sipas jush a e ka marrë formën e plotë? Po legalisht është i konstituar, derisa do të thotë ky proces i sotëm nuk kontestohet në gjykatën kushtetuese edhe një herë, pra do të presim të shohim se
a do të ketë ndonjë palë e cila do ta kontestoj pra procesin në gjykatën kushtetuese. Sot pra kuvendi procedoi me zgjedhjen e nënkryetarit të fundit nga komuniteti serb. Praktikisht apo legalisht zgjedhja e zotit Rashit si nënkryetari i kuvendit është legale, por nuk është legjitime, nëse mund ta analizojmë kështu, për shkak se jashtë kryesisë po mbetet një subjekt politik i cili përfaqëson shumicën e komunitetit serb. Si e vlerësoni procedurën e zgjedhjes nënkryetarit nga komuniteti serb? Po që nga fillimi ka qenë një procedurë e çuditshme, mund të themi, ne patëm së fundi një interpretim të gjykatës kushtetuese përmes aktgjykimit të fundit, ku sqarohej do të thotë edhe logjika apo e gjithë fryma kushtetuese që ka të bëjë me zgjedhjen e nënkryetarëve dhe përfaqësimin e komuniteteve jo shumicë në kryesinë e kuvendit. Unë vlerësoj që sot deputetët e kuvendit nuk e kanë zbatuar do të thotë frymën e këtij aktgjykimi dhe në tërësi frymën e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e cila pra arsyeja pse është e tillë procedura ku nënkryetari propozohet nga partia e komunitetit serb e cila ka fituar shumicën e ulseve, është që në kryesinë e kuvendit pra komuniteti serb të jetë i përfaqësuar. Unë konsideroj që me zgjedhjen e Rashit komuniteti serb nuk është pra i përfaqësuar për shkak se në shumicë ata kanë votuar deputetët e listës serbe dhe për mua është e çuditshme se si deputetët shqiptar të Kosovës nuk shkuan do të thotë për te atyre kalkulimeve ditore për të fituar votat në zgjedhjet e ardhshme kurdo që ato mbahen dhe për të parë atë që do të thotë e përfaqëson Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe kjo është garantimi i përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë. Pra praktikisht zgjedhja e zotit Rashit që u bën nga ana e deputetëve shqiptar, por që ajo nuk kishte një lloj përfaqësimi apo nuk kishte dakordsi nga ana e partisë tjetër serbe, cila ka shumicën e ulseve në kuvend. Prandaj e konsideroj si një proces të çuditshëm, jo në tërësi me frymën e Kushtetutës, ndonse mund të jetë deri dikohe në përputhje me rregullat apo atë procedurën të cilën e ka parapo Kushtetuta, apo jo në tërësi me frymën pra të përfaqësimit të komunitetit serb në kryesinë e kuvendit. Pra thoni se nuk është plotësuar, domethënë përfundimisht ose plotësisht aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Po, konsideroj se nuk është zbatu fryma apo mesazhet të cilën gjykata kushtetuese e ka dhënë përmes aktgjykimit të saj, që për të pas do të thotë një nënkryetar serb në kryesinë e kuvendit duhet të ketë një dakordim të partive apo partisë serb në këtë rast që është në kuvend dhe ka fituar shumicën e ulseve. Sepse, siç e thash edhe më herët, nënkryetari do të thotë serb apo dhe i komuniteteve tjera nënkupton që të ketë një përfaqësim edhe të votuesve në kryesi. Prandaj edhe zgjedhja e zotit Rashit nuk e reflekton pra shumicën e vullnetit të qytetarëve serb, të cilët kanë zgjedhur listën serbe si parti për t'i përfaqësuar në kuvend, ndonse për këtë do të thotë mund të mos pajtohen partitë tjera në kuvend dhe mund të mos kenë komunikim me këtë parti apo dakordim, por që kjo pozitë besoj unë që në kushtetutë është paraqitur si e tillë, pra që të ketë një përfaqësim të këtij komuniteti në kryesinë e kuvendit dhe jo vetëm si një lloj kushti formal për të konstituar kuvendin. A mund të themi ne sot, për shembull, që komuniteti serb ka një përfaqësues në kryesinë e kuvendit, nuk e besoj që mund ta themi këtë, ndërsa unë besoj që kjo ka qenë pikërisht qëllimi pse është shënuar ashtu në kushtetutë dhe pse gjykata kushtetuese është munduar ta sqarojë në aktgjykimet e saj, pra frymën e kësaj procedure. Në këtë fazë në cilën jemi tash, cilat do të jenë procedurat e tjera? Kjo varet pra siç e thash nëse procesi do të kontestohet nga lista serbe, nëse ajo vendos që të dërgojë një lëndë tjetër në gjykatën kushtetuese, atëherë procesi prap do të them ashtu pezullohet dhe nuk mund vazhdohet me procesin për mandatarin për kryeministër. Varet krejt në orët më vjen se si do të zhvillohet e gjithë do të thotë procesi, a do të kemi një lëndë të re në gjykatë që konteston zgjedhjen
e zotit Nenad Rashić. Nëse jo, atëherë besoj do të vazhdojnë procedurat për zgjedhjen e kryeministrit dhe qeverisë së re, pastaj do të jetë këto procedura tjera që janë ku fillimisht do të thotë është partia e parë, pastaj është në diskrecionin e presidentes e kështu me radhë, po është një procedurë e re, po kjo krejt varet, siç thash, çfarë do të ndodhë në orët dhe ditët në vijim, se a do të kemi një lëndë të re në gjykatën kushtetuese, nëse e kemi, natyrisht nuk është një lajm i mirë, sepse kjo ka mundur të evitohet, pra pasi që ne po e shohim që kur po dërgohet ndonjë lëndë në gjykatë, po na merr shumë kohë, shumë ditë, derisa po vjen një përgjigje dhe po zvarritet pra procesi i krijimit të institucioneve të reja. Unë konsideroj që kjo ka mundur të evitohet qysh moti, po që si duket ka një dakordim të gjitha partive politike që të zvarritet procesi i krijimit të institucioneve, që të shkohet në zgjedhje të reja parlamentare, që është e çuditshme se pse kanë vendosur kështu, po që duket se ka një disponim dhe një farë lloj dakordimi që të mbahen zgjedhjet e reja parlamentare. E qartë, ndalemi pak tek zgjedhjet lokale, pra që mbahen më 12 tetor. A mendoni se këto zgjedhje do të ndikojnë ose do të jenë si provë për formimin e qeverisë së re? Po kjo varet nga koalicionet e mundshme që mund të kemë partitë në nivel lokal pas raundit të parë, pra të zgjedhjeve lokale. Ne e dim që pastaj kur në raundin e balotazhit mund të ketë ndonjë marrëveshje politike mes partive, ndonse jo gjithmonë publike, por që partitë pastaj vendosin se cilës parti do t'i ndihmojnë kështu me radhë kur vije do të thotë tek pika e balotazhit dhe dy kandidatëve në garë. Natyrisht që besoj zgjedhjet lokale u japin partive një farë harte se ku gjenden ato, ku qëndrojnë me votat të qytetarëve, ndonse jo shumë reale, pasi që për zgjedhjet parlamentare është si të them, një votim tjetër nga ana apo preferincë tjetër nga ana e votuesve, por që partitë natyrisht do të preferojnë që t'i përfundojnë së pari zgjedhjet lokale, të shohin se ku janë me vota dhe pastaj edhe të vendosin, në rast se vazhdon procesi për mandatar, të vendosin pastaj ndoshta edhe për ato partneritetet në qeveri e kështu me radhë. Po kjo varet krejt se si do të shkojnë këto procese, a do të kemi ndonjë zvarritje tjetër, pastaj edhe si do të shkojnë zgjedhjet lokale, sa komuna do t'i marrin partitë, si do ta vlerësojnë pastaj ato vetën se ku gjenden dhe a do të hyjë në partneritete të reja. Kështu kjo varet tërësisht nga vullneti që partitë e kanë, edhe do të presim të shohim s'pari raundin e parë, se do të shkojë dhe pastaj edhe do të jetë interesant natyrisht pjesa e balotazheve. E qartë. Zonja Haxholli, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto informacione që ndahet për shikuesit tanë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Nga KDI për të gjitha zhvillimet e sotme në kuvend. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pas konstituimit të kuvendit, tha se nëse nuk formohet qeveria e re, atëherë LDK-ja do të votoj për shpërndarje të kuvendit. Ajo ka thënë se nuk është mundësim për qeverit të opozitës. Bajrami ka treguar edhe pse kanë votuar deputetin serb Nenad Rashić për nënkryetar të kuvendit. Ne mbajtëm takimin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe natyrisht për neve është e papranueshme bllokimi i institucioneve për një pozitë komplet irrelevante për nënkryetarin e 5 të kuvendit, por gjithashtu e dini gjendjen reale, me 20 vota të LDK-s kuvendi nuk mund të konstituohet. Ne këtu para jush i bëjmë thirrje dhe presim nga partia e parë që të thras partitë shqiptare, parlamentare, për konsultim dhe marrëveshje politike për konstituimin e kuvendit. Ne respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, por duhet marrëveshje politike për konstituimin e kuvendit. Dhe këtë ftesë ne presim nga partia e parë, e cila ka përgjegjësinë për formimin e institucioneve. Nuk e dim, për shkak se nëse vendi do të shkojnë zgjedhje, do të shkojë pikërisht për fajin e lëvizjes vetëvendosje, për ndryshe nuk mund të dim se çfarë do të ndodhë, domethënë brenda këtyre 12 ditëve, edhe një herë po e them, presim ftesën nga ata për një marrëveshje politike për konstituim kuvendit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, deklaroi se situata është e ndjeshme sepse po luftohet për pozicione politike dhe nuk luftohet për mbrojtjen e shtetit. Hasani tha pas seancës së sotme konstituive se përinata ose vlerësimet të kryetarëve me ardhë në këtë gjendje është mjeri. Në hyrje në deklaruam që për sot nuk e kem drejtën e votimit, nuk marrë përgjegjësi me votu për shkak se kena zgjedhje. Dhe nuk është drejt që e kanë prunë sot, po megjithatë ne abstenum. Dhe do të pjesëmarrja në votim ishte. Ishte e drejt pjesëmarrja në votim. Tani në nadin e propozon 15 me short e pa short, kur di unë si janë ato procedurat, është çështje e ndjeshme sepse luftohet për pozicione politike e nuk luftohet për mbrojtjen e shtetit. Secila parti që ka vendosur këtë gjendje ka përgjegjësi për qytetarëve, për shtetin, mbrojtjen e shtetit. Shteti është në rrezik, nuk është çështje e partive. E tash për inato ose për vlerësimet kryetarëve me ardhmë këtë gjendje është mirë. Nënkryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, deklaroi se do të fillojnë procedurat për dërgimin e mandatarit për kryeministër Albin Kurtit. Ajo nuk tregoi se kur do të ndodhë një gjë e tillë, vetëse shtoi se do të vazhdojnë komunikimet edhe me deputet të tjerë për të parë nëse ka vullnet për të qenë pjesë e qeverisjes. Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, zgjedhjes së nënkryetarit nga pakicat serbe Nenad Rashić, Haxhiu deklaroi se është i habitshëm çndrimi i PDK-s. Konsideroj së pari që për lëvizjen vetëvendosje, për qytetarët e Republikës së Kosovës, për deputetët e grupit parlamentar, konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës është lajm i mirë. Prandaj në këtë drejtim më lejoni që të falenderoj të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që kanë kontribuar në këtë drejtim. Ajo çfarë dua të shtoj sot është që për mua është e habitshme qëndrimi i PDK-s. Pra, ata nuk patën vot kundër listës serbe, prandaj uroj që ta sqarojnë qëndrimin e tyre, sepse sot të gjithë bashkë është dashur që të jemi në të njëjtën linjë, pra që të kontribuojmë në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, por që të mos lejojmë asesi qëndrime jo të qarta në raport me listën serbe, duke pasur parasysh që lista serbe dirigjohet nga Beogradi dhe përfaqëson interesat e tyre në Republikën e Kosovës. Megjithatë, konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që sot Kuvendi i Republikës së Kosovës u konstitua, pra është zgjedh nënkryetari i fundit, pra zoti Nenad Rashić, pra është lajm i mirë sepse nuk e kemi në kryesinë e Kuvendit më një përfaqësues që nuk e pranon Republikën e Kosovës, por e lufton në vazhdimsi atë. Natyrisht që kemi mundur që këtë vendim ta kemi shumë kohë më parë, sepse ju e dini që para kësaj seance ne kemi pasur përpjekje maksimale që zoti Rashić të zgjedhet nënkryetari i Kuvendit, pikërisht për arsyet që i kemi bërë të ditura në atë kohë, që po i bëjmë të ditura edhe tash, por megjithatë më mirë vonë se kur, prandaj pas konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, ne do të vazhdojmë me procedura tjera për zgjedhjen e qeverisë. Faleminderit shumë për pyetjet. Së pari, ju e dini që seanca konstituive e parë është thirrur, gjithsesi seanca e parë është thirrur nga presidentja Osmani në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe tani jemi më 10 tetor dhe nëse e sqarojmë situatën më konkretisht, është që më shumë se 4 muaj, e përmendi këtë edhe kryetari i Kuvendit, na ka marrë gjykata kushtetuese. Sepse edhe përkundër faktit që ne sa herë kemi ardhur në seancën e Kuvendit, kemi kontribuar me votën për, në raport me kryetarin e Kuvendit, nënkryetarët e Kuvendit, ose verifikimin e mandateve paraprakisht, po ashtu me betimin e deputetëve, të cilin e kemi bërë, ne jemi përballë me qëndrime kundrejt qoftë emrave të përveçëm, apo të cilat kanë dëshmuar që kanë qenë kundër konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sot PDK-ja dëshmoi këtë, pra edhe përkundër faktit që vendimi i gjykatës kushtetuese thotë që 13 ditë në dispozicion për konstituim të Kuvendit, ishin të vetëdijshëm PDK-ja për këtë, sot sërish me qëndrimet e tyre e tentuan të pengojnë konstituimin e Kuvendit, por fatimirë që kjo nuk ndodhi. Prandaj, ne si lëvizje vetëvendosje,
do të fillojmë me procedurat për dërgimin e emrit pra të mandatarit tonë, Kryeministrit Albin Kurti, Kryeministrit të tashëm, por edhe të ardhshëm të Republikës së Kosovës, i cili do të drejtoj qeverinë Kurti 3. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, pra ne si organi Lëvizjes Vetëvendosje Këshilli Përgjithshëm e ka votuar për mandatar Kryeministrin Kurti. Kryeministri Kurti është personi më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje është subjekti me mbështetjen më të madhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj natyrisht që jemi të interesuar që sa më parë të vazhdojmë me procedurat. Saktësisht kur, natyrisht do t'ju njoftojmë, por po ashtu, krahas kësaj, ne do të vazhdojmë komunikimet edhe me deputetët tjerë në mënyrë që të kuptojmë më shumë nëse kanë vullnet për qenë pjesë e qeverisjes. Unë sot nuk mund ju jap detaje për këtë, por ju premtoj që do të njoftoheni sapo të ketë diçka konkrete. Por natyrisht, konsultimet dhe takimet do të vazhdojnë. Asnjëra se përjashton tjetrën, pra mund të ketë deputet që janë nga grupe tjera parlamentare apo nga subjektet politike, dhe në anën tjetër mund të ketë edhe subjekte politike. Ju dini që ne kemi pasur përpjekje që të bëjmë koalicion me LDK-n, aso kohë jemi refuzuar, ka pasur përpjekje ose vullnet që të kemi koalicion me nismën, nuk kanë shprehur vullnet, por natyrisht që duke qenë që sot duke konstitua kuvendi përfundimisht, ne do të vazhdojmë konsultimet me të gjitha partitë. Jo këtu PDK-n dhe jo këtu listën serbe, por nuk përjashtoj pra deputet nga partitë tjera politike, për ta sqaruar më shumë qëndrimin. Së pari, nëse qëllimi i partive opozitare ka qenë konstituimi e më pas shpërndarja, atëherë që kuptim ka që na kanë mbajtur ka gjatë kështu. Partitë ish opozitare i reaguan qeverisë në detyrë sa i përket perspektivës evropiane të Kosovës, duke thënë se e njëjta ka ngecur kohë më parë. Sipas tyre, për shkak të politikave të kryeministrit në detyrë Kurti, Kosova është vendi me më pak perspektivë në Ballkanin Perëndimor, e izoluar e sankcionuar. Nga shtaku ku qëndron aktualisht Kosova në rrugën e saj evropiane, qeveria në detyrë ka thënë që Kosova nuk ka qenë asnjëherë më mirë dhe nuk ka bërë më shumë përparem në rrugën evropiane sesa me qeverinë aktuale, dhe se avancimi i Kosovës në perspektivën evropiane është pak krahasimisht më i lartë sesa në çdo qeveri tjetër nga e kaluara. Unë do doja të jetoja vetëm për pak sekonda në këtë universin paralel në të cilin po jetojnë zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje. Kosova sot është nën sanksione, nën masa nga Bashkimi Evropian. Është pezulluar dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për çfarë rrugë evropiane po flasin ata? Rruga evropiane e Kosovës ka ngecur aty ku e kemi lënë ne, tek marrëveshja e stabilizim asociimit, ku është aplikacioni i kandidaturës së Kosovës, qoftë për Këshill të Evropës, qoftë për Bashkimin Evropian. Është e tmerrshme të gënjehet në këtë formë. Kemi parasysh që Kosova nuk ka përfituar as nga plani i rritjes së BE-s, është zonuar në këtë drejtim. Domethënë, s'po flas fare për pasojat financiare, është edhe dëmi i kredibilitetit të shtetit, cënimi i kredibilitetit të shtetit në arenën ndërkombëtare. Kosova fatkeqësisht, dhe këtë e them me dhimbje, asnjëherë më keq punët nuk i ka pas me aleatët, dhe këtë nuk po e themi ne, po e thonë ata vetë. Sonja Kadria, qeveria në detyrë ka thënë që Kosova ka përparuar në rrugën evropiane në qeverinë aktuale dhe se Kosova nuk ka qenë me avancuar në perspektivën e saj evropiane, do thotë se sa me këtë qeveri dhe as në qeverit pra të kaluara. Si i përgjigjeni? Ku po bazohen në fakt, ne jemi vendi izoluar, jemi vendi sankcionuar, ju keni pa edhe në këto samitet që ka qenë presidentja, ka thonë që janë plot vende anëtarët e BE-s që nuk po pranojmë ju hek sanksioneve për shkak të mos koordinimit dhe s'po heken sanksione, dhe së fundi ju e dini që kemi edhe sanksione edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një kryeministër që s'o prit në asnjë vend tjetër përpas Greqisë, edhe që si ka pas dyrë të hapur, unë nuk e di për çfarë perspektive po flasin. Më thonë, ne kemi ngel, jemi vendi më izoluar, vendi më
pa perspektiv edhe në Ballkanin perëndimor. Ma me perspektiv tash është edhe Serbia dhe vendet e tjera se sa Kosova për shkak të politikave të gabuara të kryeministrit në largim tash në detyrë Albin Kurtit. Si që dim, Kosova ende s'ka përfituar as nga plani i rritjes. Ndonë se kuvendi sot do tha që është konstruuar, a jemi vonuar në këtë kontekst? Jemi vonuar, tepër jemi vonuar, nuk e ka pas kjo qeveri Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje parimet e veta kanë qenë. Asgjë s'është para lëvizjeve të vendosje edhe para Albin Kurtit. Ata asnjëherë nuk e kanë pas prioritet Kosovën, prioriteti tyre ka qenë si me mbledh vota, njëjtë sikurse që ka ndodhur deri tani në konstituimin e kuvendit, duke thonë që kemi shtri ndërtimi i ura, vështrirja e sovranitetit në pjesën veriore të Mitrovicës, këta kryetar që i ka, tash ju e dini që pas nesër do të mbahen zgjedhjet dhe të shohim se si do të shkojë dhe cili do të jetë rezultati i votave. Po, njeriu që ka blloku e ka sanksionu Kosovën, asnjëherë në rrugën e evropiane ma keq Kosova s'ka qenë për pas luftës së sa me këtë qeveri. Faleminderit edhe juve. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të nisë turneun e saj ballkanik në fillim të javës së ardhshme, është konfirmuar nga ky institucion. Vizitën treditore në rajon ajo do ta fillojë të hënën më 13 tetor në Tiranë, ndërsa do të përfundojë të mërkurën më 15 tetor në Shkup. Por të mërkurën, sipas agjentës, von der Leyen do të qëndrojë në Prishtinë, ku do të zhvillojë takime bilaterale me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, si dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Kjo është vizita e parë e von der Leyen në rajon gjatë mandatit të saj të dytë, ndonëse ajo kishte vizituar 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, saktësisht një vit më parë në përfundim të mandatit të saj të parë. Sa i përket rrugtimit evropian, grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se Kosova është një status quo. Arbresha Logja nga ky grup thot se parakushtet kryesore për integrimin evropian të Kosovës janë arritja e një marrëveshje finale me Serbinë në kuadër të procesit të dialogut, si dhe njohja nga 5 vendet anëtare të BE-s. Nëse duhem të vlerësojmë rrugën ose rrugtimin evropian të Kosovës për parimin në rrugën evropiane, duhet kemi parasysh disa elemente. Elementi i parë që duhet ketë parasysh është që Kosova është e kurrëzuar me arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për të pas mundësi që të integrohet si antar i Bashkimit Evropian. Pra, kjo është një parakosh kryesor, përkundër çfarë do progresi tjetër që ne mund të kemi në rrugën integruese, parakushti i zgjidhjes së problemeve me Serbinë, pra arritja e një marrëveshje finale është parakushti kryesor. Dhe në anën tjetër, një parakusht tjetër shumë i rëndësishëm për të mundsuar rrugtimin evropian të Kosovës është edhe njohja nga 5 shtetet mosnjuese. Këto janë 2 prej parakushteve kryesore që duhet kihen parasysh. Në anën tjetër, Kosova aktualisht fatkeqësisht është ende në masa të Bashkimit Evropian dhe si rezultat nuk ka mundësi të përfitojë nga fondet edhe nga instrumentet kyçe që Bashkimi Evropian i ka në dispozicion për vendet që janë aspiruese për të bashkuar në familjen evropiane. Fatmirësisht kemi qenë në një farë mënyre të pranuar ose nuk kemi qenë subjekt i masave sa i përket planit të ri të rritjes së Bashkimit Evropian, që i mundson Kosovës përveç përfitimit financiar, gjithashtu edhe një parafrim gradual në fushat ndryshme përmes planit të rritjes apo agjendës evropiane, siç quhet aktualisht, por që edhe kjo e njëjta është e kurrëzuar në një farë mase me përparimin e dialogun Kosovë-Serbi, sepse përpara lëshimit i cili do të transhej që parashë ky plan do të bëhet një vlerësim nga ndihmësi ose facilitori i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, kjo marrëveshje fatkeqësisht me që nuk kemi kuvend të konstituar dhe institucione të konstituara, nuk ka pas mundësi që të miratohet apo të aprobohet në kuvend. Pra, kriza politike në vend e ka paralizuar në një farë mënyrë mundësinë potenciale të përfitimit të Kosovës në këtë drejtim.
Dhe nëse i referuemi edhe një elementi tjetër, që është shumë i rëndësishëm, sepse po e zgjas, mundeni pastaj t'i referuani cilave do pika në mënyrë ndoshta më të shkurtë. Është edhe elementi vlerësimi që Bashkimi Evropian në baza të rregullta pra një vjeçare i bën vendeve përmes raportit për vendin. Edhe në të njëjtin nuk është që në vitin e fundit Kosova ka pas ndonjë përparim shumë të madh ose përparim si quhet good progress në gjuhën e raportit apo progres të mirë. Gjithashtu ka pas ose në shumë fusha ose në një mënyrë stagnim, në disa një përparim të lehtë ose lëvizje të lehtë dhe në disa ka pas edhe regres. Kështu që them drejtën, nuk mund të vlerësoj që rrugtimi, thënë gjitha këto, nuk mund të vlerësoj që rrugtimi evropian i Kosovës është në gjendje më të mirë. Mund të them që është në një status quo. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar dëgjimi i dëshmitarit të radhës në gjykimin ndaj Naimur Selit, Granit Plavës dhe Kushtrem Kokallës të akuzuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt. Dëshmitari Florian Avdia në dëshminë e tij foli për njohjen me të akuzuarit dhe veprimtarinë e tij në një biznes familjar. Shumë letë, çdo kush mund të jetë subjektiv edhe mund të supozojë se këta janë një person. Ky identifikim Ky identifikim ka se dash bëhet në hetime. Dhe një social procedura e identifikimit, gjithë të tjerë. Edhe gjyqi verbër mund të thotë edhe mund të gjejë një supozim apo konstatim logjik se këta mund të jetë, në vetë faktin se të akuzuar. Nuk e ty që të të regullë, dhe që s'ka pikë përshimi si nuk janë këta. Po me gjithate, ka bëjtë të mija këtë vajtë serioze, identifikimi këtë njërë. Mund të do që këta kanë qenë. Po, kanë të që ta thot avokati, po e shoh që keni gridorën, gjithë qa, do të shënohën proces verbal, vetëm ta morën reagimin, e kam drejtje në këtë drejtim, pas që kjo është që shkri identifikim është do të dorë në jetime, edhe një që të një verbër mund të thot që këta kanë qenë. Sepse gjinët pa dihojt salë. Edhe këtë bojmë me një dëshmitar për ka bosha, për ka përvoje, për ka dhe mund dhe shumë në ndikimin e atmosferës, në ndikimin e desmarzve të në të qashi pedale. Mund të bje në ndikimin. Edhe çdo identifikim ke i drejt apo i pa drejt. Nuk është i sëndushëm t'i pavje procedurale. Ku ke prokuria? Pavarësisht. A është i cëllu, apo sa i cëllu, apo janë ata personë të janë. Letë shumë për të dyshu si është pa te për një konstatim njohje logike, jo njohje reale. Prokuria i ka pas 2 vite gati në kohë, në pa identifikimin, forma 5 në forma 4 rekë. Avokat si e pat më shumë është? Mund tjetë një identifikim ose konstatim që ky apo sa i person mund tjetë pati për logik, jo real. Më shumë logik se so real. Prokuria ka lëshu këtë veprim, ka pas ko boll, mi identifiku, jo me shumë të moshën të rasti këto. Faleminderit. Granit, nëse mund është një telefon, një mikrofon atër. Mund që me atë granitit të deklaruve? Nuk mëjnë më shumë. Sa mu e di unë, Cila është, granit të e në gjojnë? sa mu e di unë, shpia ku ku mërë kërë në renta, është në kamera. Dhe shihet qartas në kamera. Keni të drejtë pashë në bo deklarime dhe të i pjesë deklarime të dëshmitorëve, po a keni kundërshtim konkret, a keni ndonjë kërkesë prej trupit gjykus, apo vetëm po jeni në formë të sqarimit? Jo, në vishë të boj pyetjen i në dëshmitarit. Tash vjen gati. Nëse s'ki diçka vjen gati ta mundson. Vetë testa ta bëj të dëshmitorin, por Ullu, gani nëse s'ki diçka tash ju vjen radhje dhe ju për me parashkutje. Po, avokat, na
Zora dhe restaurantor, trupi gjykus, me vëmendje dëgjova vërejtjen e kolegut Drec. Dhe vërejtja e tij është se është e drejtë, është e lishme dhe ka mbështetje në kodin e procedurës penale. Kur është fjala për identifikimin e personave të cilët prokuroria ka dilema, procedura është thjesht e thjeshtë. Do të bëhet radhitja e personave përgjithsisht mënyra fizike të tyre profesionisht e njëjtë. Me radhit personat, atëherë do të bëjë identifikimin. Unë e shoh duhet të bëhet radhitja e personave ashtu siç parashit me dispozita. Me dispozita ligjore, por rastësisht të konstruksionit të njëjtë. Mund me qenë identik, njëjtë. Po ka pas mundësi nuk e ka bërë. Çështja tjetër. Ashtu i kemi tre të akuzuar. Fokusi po dihet që automjetin po supozohet që ka marrë granit pllava. Këtë është e njëjtë, person se e quhet. Por kemi dy tjerë. Shoqata për teknologji të informacionit dhe komunikimit të Kosovës ka organizuar konferencën ndërkombëtare mbi teknologjinë. Me këtë rast, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shpreh se ky është një nga ngjarjet që dëshmon potencialin e jashtëzakonshëm njerëzor që ka Kosova në fushën e teknologjisë. Është një prej ngjarjeve më të bukura dhe më të mira në cilat ka marrë pjesë ndonjëherë. I përgëzoj jo vetëm organizatorët Stikun, por mbi të gjitha pjesëmarrësit në këtë festival, nga Kosova dhe nga çdo vend tjetër i botës, të cilët e bëjnë jo vetëm shumë vibrant, por edhe të suksesshëm festivalin dhe pikërisht ngjarjet e tilla janë një dëshmi e potencialit të jashtëzakonshëm njerëzor, të cilën e përmban Kosova, një dëshmi e talentit të madh të cilën e ka Kosova, dhe po ashtu është një shkëndi e jashtëzakonshme për të ardhmen e ndritshme që e pret vendin ton, për shkak të këtyre të rinjve, të rejave, të cilët sot dëshmuan madje edhe fëmijët e vegjël, se jo vetëm që zbulojnë, jo vetëm që prodhojnë, jo vetëm që projektojnë me inovacion, por në të njëjtën kohë ato i bëjnë për të mirën e njerëzimit, pra për të mirën e njerëzve. Prandaj i uroj shumë suksese dhe shpresoj që me po këtë zell do të vazhdoj puna e të gjithë atyre që e kanë organizuar dhe që janë të involvuar në këtë. Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.